أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë Allahun e lartësuar, çojmë salavate për pejgamberin ton të bekuar, familjen e tij, shokët e tij dhe për gjithë besimtarët e besimtarët dhe ata që do dinë pas neve deri në ditën e Kiametit. Allahu e krijoi njeriu, sikur se tha, e kemi krijuar njeriu në formën më të mirë. Edhe e ka dalluar mbi gjithë krijesat e tjera. Thot Zoti: "Wa laqad karramna bani Adama", na e kemi nderuar jashtë masë birin e Ademit. Nderimin Allahu ja bëri qysh në fillim, kur Ademit a.s. i mësoi diçka që s'e kanë ditë as me lajket. Kur i mësoi Ademit a.s. mundësin për me emërtu gjëra, ja dha Ademit a.s. dijen që nuk ja dha me lajkeve, e ngriti në atë pozitë madhe, sikur se tha Allahu: "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha", Allahu ja mësoi Ademit të gjithë emrat. Edhe subhanallahu nuk ka asnjë gjë që njeriu si kalon emër. Krejt kjo na vjen si trashëgim prej babës tonë, prej Ademit a.s. E shkaku i kësaj dije që Allahu pra ja dha që nuk e patën me lajket, Allahu tha: "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama", na i tha me lajkeve: "Ju me lajke, ju e keni përbërç me rasej dhe Ademit. Nga se që kjo krijes që kum kriju une, pas kam dije që veç Allahu që ka dit me mësu. Pas ka dije që veç Allahu që e ka nderu." E kështu, edhe njerëzit pas Ademit e kanë trashëgu pejtina dijen, e kanë trashëgu mundësin për me emërtu, e kanë trashëgu këtë ilmin. Andaj edhe Allahu sa herë ka zbritë libra, ka qu pejgamber, i ka quë për njerëzit që logjikojnë. Që ata shumë herë në Kur'an e gjanë: "Inna fi dhalika la ayati liqaumin ya'qilun", në të ka argumente për njerëzit që meditojnë, logjikojnë, për ata që kanë mendje. Non stop Kur'ani drejtohet njerëzve që kanë intelekt. Edhe kështu, jo veç Kur'ani, po këtë librat e mëparshëm ju kanë drejtuar pra njerëzve të mençur. E pe kësaj që Allah ka zbrit, tani nderuar vllazën, ka për njerëzve që e kanë besu ose që e kanë mohu. Për atyne që e kanë besu, ka për atyne që e kanë besu tamam realitetin asaj që Allahu na ka mësue, edhe ka për atyne që kanë bë keq kuptime. Nuk e kanë kuptuar në formën e duhur. Ka ndodhur diçka që se ka kuptu realitetin. Allahu, synimi i Zotit është njeriu me pastru pej gjahiljetit, pej ignorancës, me prunat pozica që me kuptu Kur'anin tërësisht, edhe me largu pej ti ato mbeturinat e ignorancës, gjahiljetit. Është normale që tek njeriu me u shfaq ka njëherë diçka prej ignorancës, prej gjahiljetit. Kjo ka ndodhur edhe te njerëz më të mirë, kjo ka ndodhur edhe te sahabët. Sikur se përmendet për Abu Dharrin, që ka njëri prej shokëve të pejgamberit a.s. një herë ka pas një konflikt me njërin prej sahabëve që ka qenë me ngjyrë. Edhe gjatë bisedës me të, gjatë konfliktit, e ofendon duke e ofendu nanën e tij, duke e përqesh ngjyrën e trupit të nanës së sahabijut. Kur i arrin lajmi pejgamberit a.s., aq shumë hidhrohet, sa që i kuqen faqet e tij, mollxat e faqeve të tij. Edhe i thot: "Ja Abu Dharr, a'ayartahu bi ummi", thot Abu Dharr, a ke arrin çat pozit sa që me ofendu me nanën e tij? Abu Dharr hesht. Pejgamberi a.s., sikur se e shënon Buhariu hadithin, thot: "Innaka mru'un fika jahiliya", ti jeni njeri që halat ka me gjahiljet. Ti hala jeni njeri që mrena teje ka me ignorancë. Është normale kjo. Kjo na tregon që sahabët kanë qenë njerëz. Në moment të hidhrimi ka mujt me lëshu një fjalë që nuk thuhet. Mirë po, edhe na mëson neve që njeri ka për detyrë me pastru nefsin e tij edhe shpirtin e tij pe çiti xhahiljeti. Abu Dharri çohet edhe e merr faqen e tij, fytyrën e tij, e vendos në tokë. Edhe i thot atij sahabijut: "Çu shkele me kam dejt ma hjek xhahiljetin për shpirtit." Çu thot shkele që të fytyrë, thot që pas ka xhahiljet, shkele me kambën tane
derisa të ma hiq thot ignorancën prej meje. Kështu që besimtari ka për detyrë me pastru veten e tij prej ignorancë, me pastru veten e tij prej xahilietit dhe në mënyrë që kur të është i pastër, pastaj edhe fenë e kupton çysh dohet. Po pastaj edhe fenë e paraqet të tjerë çysh dohet. Pejgamberi alajhissalam shumë ka pat rëndësi, ka kushtuar rëndësi çysh po e paraqesën fenë të tjerë. Nga se njeriu kur ka xahiliet, se kupton fenë çysh dohet, bëhet shembull i keq për me largu tjetër prej feje pastaj. Sikur se përmendet pejgamberi sa më ka thonë hadith tjetër, thot sa ka pe juve që bëhen shkaktar që me largu dikon prej feje me sjelljen e keqe të tij. Pejgamberi sa shumë i ka kushtuar rëndësi kësaj pjese se çysh po e paraqesën fenë të tjerë. Andaj Omeri me disa sahabi një herë shkojnë i thonë ja Rasulullah, pse nuk po na lejon me i mbyt munafikat, dyftyrshat, ata që po na bëjnë probleme, ata që po na lajmërojnë të armiku, këta janë shumë të rrezikshëm për shoqëni, pse s'po na lejon me i mbyt? Përgjigjja e pejgamberit alayhis salam është shumë interesante. Thot la yatahaddathu an-nas anna Muhammeden yaqtulu ashabe. Jo, se tani kishin me thonë njerëz Muhamedi po i myt shokët e vet. Po ata janë munafika, po ata janë munafika. Unë e di pejgamberi sa mi ka ditë se cilët janë munafika me emër e me mbiemër. Mirë, po ka thonë jo se njerëzit masana i thojnë ato i myt shokët e tij. Pra fenë e qesëm të keqet e tjerë. E kështu që është detyre jona me përmisu atë që e kemi në vetën tonë, me largu xahilietin, me largu ato që na ka marrë për ignorancë, në mënyrë që fenë tonë ta paraqesëm në formën më të mirë. Është normale pra që përgjatë historisë ka pat keq kuptime gjatë fesë. Tu janë i spej sahabëve, e gjeneratave të para, e pasaj dhe në kohën e sodit. Po edhe në kohën e sodit e shohim se në umet në përgjithësi, po edhe në popullin tonë veçanti ka shumë keq kuptime për fenë. Ka shumë keq kuptime prej atyre që janë pasues të fesë lidhur me fenë. Edhe i shohim që janë prezente edhe tek ne, andaj e kemi pa të arsyeshme me i fol disa fjalë se qysh me eliminu këto. Cilat janë këto keq kuptime? A kemi të na keq kuptime në raport me bindjet tona fetare? Po para se me kalu te kjo pikë, po du me i përmend shkurtimisht 3 arsye pse ndodhin keq kuptimet e fesë. Janë 3 arsye që i ka përmend dietarët pse ndodhin që feja mo keq kuptuar. Mo u kuptu në formë të gabume. E para që na përmendin dietarët thonë është el jahlu, ignoranca. Zakonisht kur njeri nuk din, tani normal që e keq kupton fenë. Në njeri që është i shkputun për i dersëve, është i shkputun për i ligjëratave, është i shkputun për i xhamie, sikur se kemi përmend dersën e parë atje, normal që ai tani nuk din për fenë, edhe flet në emër të fesë me padije. Andaj Allahu shpesh i përmend fjalët e pejgamberëve, thotë se e kanë pas një fjalë të parafort që ju kanë drejtuar popullve të tyre. Për shembull, i kanë thënë bel entum qaumun tajhalun. Ju kanë drejtuar popullit vet, i kanë thënë ju jeni popull ignorant. Ignorancë. Njeri kur është ignorant nuk e kupton tani edhe qëllimin e Zotit, se kupton fjalën e tij, ose kemi rastin e Musait alayhis salam. Vetëm sa kanë kalu detin, edhe e kanë pa me sytë e tyne, Beno Israel, të u fundos faraoni, e kanë pa atë mrekulli gjigande të u qatë deti, kur e kalon në detin, po ecën masandej, po e shohin një popull idhujtar. Një popull idhujtar. Edhe po i thojnë Musait, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. E përmend Allahu në Kur'an, i thojnë Musa, na bë dhe neve në që si Zoti të adhurojnë, a qysh pa adhurojnë ta. Hala pa ju tërë kamt që e kanë kalu detin, pe asaj mrekullie madhështore që këshim pa, thanë edhe na po kena qef me pat në që si Zoti. Mirë po përgjigjja Musës është përgjigjja një njëri turt, nuk i sitin kufër me njëherë. Tha, bel entum qaumun tajhalun. Jo kokshi popull ignorant. Jo kokshi, ju pas kam lu ignoranca juve. Nuk i qiti si pa besimtar, nuk i qiti jashtë feje, po tha jo kokshi popull ignorant. Kështë ignoranca e bën njeriu që mos me kuptu që shdohet atë që na ka mësu Allahu i lartësum. Sikurse e përmend edhe Aliu radiallahu anhu, e transmeton një hadith e pejgamberit alayhis salam kur flet për havarijët, për ata që dalin prej fesë. Pejgamberi alayhis salam me një hadith e përshkruan shumë mirë. Thotë ata janë një popull të rinë në moshë,
thot lexojnë Kur'an shumë. Domethënë janë popull adhurues të mëdhaj të Zotit. Mirë po thot Kur'ani i tyne thot nuk i ka lënë Kur'ani i tyne, thot pejgamberi alayhis salam, krahërorin e tyne. Ata lexojnë shumë, ama nuk e kanë kuptuar ç'është duhet. Janë ignoranta, e lexojnë Kur'anin, mirë po nuk e kuptojnë. Andaj edhe sot nëse shohim se njerëzit nuk po e kuptojnë fenë ç'është duhet, e kanë keq kuptuar, dije që arsyeja e parë është xehli. Arsyeja e dytë, e që është më arrondse e para, është el hawa, pasimi i epshit. Tash me ditë e din, mirë po pse po e keq kupton ky fenë, pse nuk po e pranon formën e duan, se epshi ti nuk po ja pranon. Kujtja ti, nefsi ti nuk po ja pranon, e kjo është më e rrezikshme. Pejgamberi alayhis salam thot thalathatun muhlikat. 3 gjëra janë shkatërruese. Njëna prej tyre thot nefsi që kërkon me pasu, me ndjek. Andaj e shohim plot për njerëzve sa njerin i nefsi ti e ka shty me ron gjuna. A e din që është gjuna? Mirë po nefsi ti e shtyn. Për shembull, e din që 5 kohë me i fal është obligim. E din, ai shumë mirë e din. Mirë po nefsi ti e shtyn me arsyetuese mjafton me pa zemrën e pastër. A kjo tash është më arrondse e para kur nuk e diti. Sa për njerëzve e din që me prezantu në xhami edhe falja namazit me xhamat në xhami është 27 herë më me vlerë se sa namazi vetëm. Po nefsi e shtyn me arsyetu me ato që po bën edhe të shtëpia. Ose çfarë dëmkati tjetër? E kjo është më arrond, edhe e treta që përmendën dietarët, e kjo është hala më arrond se kjo e dyta, është el ghulu, ekstremizmi ose teprimi. Kjo i ka shty njerëz ndërun vllazë mos me kuptu fenë ç'është dohet. Tu mundu me u përkushtu jashtëzakonisht, tu mundu me kanë të përpikt, i ka prun atë pikë sa që fenë e kanë keq kuptuar. Andaj pejgamberi alayhis salam kur i ka mësuar sahabëve haxhin, edhe i tregon se çysh me i gju gurt në Mina, i merr gurt e vegjël. Edhe thot bimithli hadha farmu. Thot kur gjuni gurt në haxh atje, gjuni në madhësinë e këtij guri që e kam dorë. Një gur i vogël. Thot ka sot me i gju gurt. Thot wa iyyakum wal ghuluw. Kini kujdes mos e teproni. Mos kaloni në ekstremizëm, se ata për para juve i ka shkatërrua ekstremizmi. Pra po i thot haxhive, kur t'i gjuni gurt, mos kujtoni që ma së vap tash është me marr gurin më të madh. Edhe me e gju shejtanin me të se guri është më i madh e i bën do më shumë. Mirë po thot, kaq sa po ju mësojone, e keni kujdes mos e teproni. Ekstremizmi i ka shty shpesh se njerëz mos me kuptu fenë ç'është dohet. Këtë besoj e dini rastin kur ju shku ata 3 djemë të ri të shtëpia pejgamberit alayhis salam, edhe kanë thonë shkojmë të pyesëm çysh është pejgamberi alayhis salam për brenda shtëpie. Ana po e njohën pejgamberin alayhis salam në xhami, mirë po kanë pas shef me ditë çka bën pejgamberi alayhis salam kur është në shtëpinë vet. Kur shkojnë atë, nuk e gjejnë pejgamberin alayhis salam, po janë nanat e besimtarëve, gratë e pejgamberit alayhis salam. Edhe hadithin e transmeton Aisha, aja ja përshkruan çysh pejgamberi sa falet natën, e ja përshkruan çysh pejgamberi sa agjeron, e ja përshkruan jetën e pejgamberit alayhis salam, derisa ata 3 po e bëj kanë i zotim. Po e bëj kanë i betim. Njëri prej tyre thot, wallahi, pasha Allahun, unë pe sodit, kur nuk o me flajt më natën. Veç ku me u fal. Masi pejgamberi alayhis salam po u fal ka natë mas, sa që ju kanë ajt kom të ti, thot pe sodit unë veç namaz natë. Tjetër thot, wallahi, unë pe sodit kur s'ko me hangër gjatë ditës, veç ku me agjeru. Masi pejgamberi alayhis salam ko ka natë masën e devotshmërisë, thot unë pe sodit veç ku me agjeru të në vitin. Edhe tjetër thot, wallahi, unë thot s'ku mu martu kur, ku mu ju përkushtu adhurimit. Kur vjen pejgamberi alayhis salam në shtëpi, Aisha thot, ja Rasulullah, kanë 3 djem, çështë ka ndodh dhe e bënën 3 kanë i betim. Pejgamberi alayhis salam nuk mundet me lan para agun këtë moment. I të bën njerëz edhe ngritën hutbe. E thot, o ju njerëz, çka është puna juve, thot kumni se disa për juve e kanë bërë çet betim. Thot, wallahi, unë jam çaj që i tut në Allahut mas shumtit për juve. Pra i kallzon sahabë ka dalë pak se musul ma kaloni. Thot, unë jam çaj që i friksohem Allahun mas shumti. Tha, unë e falem namaznate, po edhe flej. Agjeroj, por edhe ha.
edhe jam i martuar. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ai që largohet edhe ja kthen shpinën sunetit tem, nuk është prej meje. Pra kështu këta tret e kanë po të njëjtin e mirë. Tret këta synimin e kanë po qysh me bë sa më shumë ibadet adhurim. Mirë po që kjo teprimi, që kjo ekstremizmi i ka pru në atë pikën sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka tërheq vërejtjen edhe i ka thonë jo e keni gabim. Kështu besimtari duhet mu largu pe ignorancës, që është thamë fillim, edhe bindjet mi formu mbi bazën e diturisë. Mu largu prej epshit, edhe bindjet e tij me i formu në bazë të argumentit, edhe mu largu prej ekstremizmit të treta, edhe me gjetë mesataren. Në kohën e sotit kemi javë që ka me folë bindje që i kemi të gabume, e që janë prezentën fatkeqësisht edhe në xhamatin tonë, në mesin tonë, e që disa për ty në mujnë me kanë të rrezikshme shumë, nga se prekin direkt punën e imanit, e disa për ty në pasaj janë matleta. Ajo që kisha po qef me nisë me të, është me folë disa keq kuptime që i kemi rreth kaderit dhe caktimit Zotit. Pikë pari çështja e kaderit është çështje problematike. Nga se na kaderi nuk mujna me kuptu në tërsi, me besu e besojmë, nga se kushti i imanit, kushti i gjashtë, pejgamberi sa më ka thonë është an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi min Allah Ta'ala. Për me qenë besimtar, kusht i patjetër është me besu kaderin, caktimin e Zotit, hajri dhe sherri na vjen prej Allahut. Çet pikë na e besojna, edhe sot muslimanët e besojnë çet pikë. Mirë po, esenca çka nëse praktik nuk e qesën një gjatë tillë. Shembull e kemi pejgamberin alayhis salam qysh na ka mësua i bekum çdo herë, na ka shfrytzuar qyshme, e ka shfrytzu kohën, edhe ka shfrytzu rastin qysh me mësu sahabe me pot bindje drejta. Për shembull atje kur i ka thonë e të dërune me muflis, a dini kush është i fikuri, sahabët e kanë dhënë një ide kush mund të më kanaj, pejgamberi sa mi ka thonë që ju e keni gabim. Atje i ka thonë a dini kush është i forti, sahabët ka thonë ai që në dy luftim fiton, ka thonë jo, ai që e mban veten kur hidhrohet. Pra ja ka drejtu bindjet. Tash edhe në çet rast në punën e kaderit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkon një herë në xhami e sheh një djalë të ri, të mërzitun, edhe e sheh të thellum mendime, edhe shkon e pyet se çka ki. Ai thot ja Rasulullah, ka ndodhur fatkeqësi, ka ndodhur telashe, burçe, vështirësi, besimtari edhe njeriu çka sprovohet në këtë botë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha." Ja jep një këshill çast mirë, saqë sot nëse na e marrëm e praktikojmë, pasha Allahun që ky stresi që po don me na myt, e që ky depresioni që na ka përfshi, shumë më i lehtë kish me kanë edhe s'kish me kanë prezant fare të një pjesë e jona. I thot pejgamberi alayhis salam: "Nëse ndodh diçka, fein asabaka shay'un, të ka ndodhur diçka kaderi i Zotit, asë se mos thuj që ja kisha bë kështu, kish me ndodh kështu." Mos e përdor këta, nga se thot fjala leu, sikur se t'ja kisha bë, thot e hap portën e shejtanit. Fjala sikur, thot ja çel derën shejtanit. Sa e kena këta prezente në jetën tonë. A kur na ndodh një bele, kur na ndodh një fatkeqësi, me njëherë, na fillojnë edhe lypëm alternativë tjetër qysh kishë mujt me aba. Mirë po na e dim që alternativë është veç një, pos ajo që ka ndodhë. S'ka tjetër alternativë. Kaderi Allahut nuk është me alternativa. Ajo që ka ndodhë, ka pat mu ba edhe nuk zhbahet. Mirë po prap, na bim prej e kurthave të shejtanit. Pejgamberi sa njëjtin hadith, pak më herët, i thot sahabit, ista'in billahi wa la ta'jaz. Forcohu, nimohu me Zotin, e mos u bëj dopt. Mos u bëj dopt përballë kaderit. Kur të ndodh një fatkeqësi, ndodh një dështim, ndodh një bela, ndodh një smundje, a keni pa sa njëri ligët, dobësohet, në fund të andresh diçka me të. Pejgamberi alayhis salam, kush u kanë më sprovuar se pejgamberi alayhis salam. Po supet e tij çka kanë bardh, po sa telashe i ka potaj. Kur shkon te ajo gruaja, edhe e shet që ish dal mi vorrin atij djalit edhe e lutke, edhe kajke, edhe e vajtoj këtë djalin e tij, pejgamberi sa po shkon po i thotë oj motër, bë sabër. Edhe duro. Ajo hiç nuk pekshyr kush është. Thot se ty nuk të ka gjet ajo që më ka gjet mua.
Pejgamberi sa nuk i fol kur gjë, lan, ec. Kur largohet pejgamberi sa më thon, oj ti, ka qenë pejgamberi alayhisalam ai që të foli. Asoj kur i bjen men, shkon në xhami te pejgamberi alayhisalam, i thot ja Rasulullah, falem. Pejgamberi alayhisalam i thot, sabri, durimi do të më kallzu pak më herët, jo vonë. Goditjen e parë. Tash na pedim që të ka ndodhur ty ai që të ka ndodhur. Mirë po, ku është mbështetja në Zotin? Mos me te i kalu kufit. Kjo sot është shumë e nevojshme, edhe kemi nevojë shumë na fol për këtë pikë. Këto këshillën më të mirë e kemi na që pejgamberi alayhis salam i thot Abdullah ibn Abbasit. Para mendon Abdullah ibn Abbasit, një 19 vjeçar, kur ka vdek pejgamberi alayhis salam. Tash ka mujt me i pat 10 vjet, ka mujt me i pat 11, kur pejgamberi alayhis salam po i thot: "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in." Dije se krejt ummeti, krejt populli, me u qun kam e me ta ba ty një hajr, me ta ba ty një të mirë, len yanfa'uka illa bima katabahu Allahu lak. S'kan me ta ba atë mirë, pos sa ta ka shkruar Zoti. Një djalë, shikoj sa çfarë vetë besimi ka mirë pejgamberi sa të shokët e tij. Thot dije, krejt ummeti me u qun kam, me ta ba një të mirë, kanë me ta ba pos sa ta ka leju Zoti. Edhe tjetra, dije thot sikur se krejt ummeti, me u qun kam me të ba keq, me të ba dëm, nuk kanë mundësi me të ba dëm, pas atë që ta ka shkruar Allahu. Edhe hadithi përmbyllet me një fjalë madhështore, rufi'atil aqlamu wa jaffetis suhuf. Lapcat ju ngrit, edhe ngjyra që është në flet u terë. A qëllimi lapcët që kanë shku në leuhi mahfudh u ngrit, ajo ngjyrë u terë më nuk fshihet. Pra kur ndodh ty diçka, dije që u kanë leuhi mahfudh. Unë e kuptoj kur të ndodh një fatkeqësi në xahilit, në ignorantit, në pabesimtarit, e kuptoj ai çush e pranon. A më ti edhe unë që e dina çka është leuhi mahfudhi, çysh me ran atë pozit, sa që ka një herë shën në raste të fatkeqësive, njerëzit din me folë edhe fjalë kufri. Njerëzit din me dalë edhe pej feje. Njerëzit fillojnë edhe folin për Zotin ata që nuk folet. Kjo është shumë prezente fatkeqësisht tek ne. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikoj se sa mirë na mëson. Ose na po e marrim shembull vetëm fatkeqësinë, po këta kemi edhe në raste të gëzimit. E kemi edhe në raste kur kemi gëzim. Abdullah ibn Abbasi kur e komenton ajetën që Allahu thot në surën Yusuf, "Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun", thot Allah në surën Yusuf, dhe shumica e tyre nuk e beson Allahun vetëm se duke i bë Zotit shok. Çka qëllimi? Thot Abdullah ibn Abbasi, ndodh se na njëri pe juve i bën Zotit shok nëpërmjet qenit ti. Allahu ju nderoft. Nëpërmjet qenit i bën Zotit shok. Qysh ajo? Thot yaqul laula al-kalbu lasuriqna al-layla. Çohet thot në ditë mëngjes, edhe thot mos ti shke qeni, këtu na vjedh hajnin bram. Pra shpëtimin prej hajnit, shpëtimin për një fatkeqësie, kujna ja atriboj? Ja atriboj qenit. Nuk thot rahmeti Zotit na pështoj, e Allahu dërgoj sebeb. Mirë po, ja atribon diçka që është vetë Zotit, ja atribon qenit. Shpesh herë na këto në jetën e përditshme. E kemi punën e mjekëve. Sa për njëri thot e shëroj mjeku, ose mjeku thot për veten e tij e shëroj këtë smundje ose e shëroj atë smundje. Është gabim përdorimi kësaj fjale. Ki drejt me thonë e mjekaj, mirë po shërimi a diçka që i atribohet vetë Zotit. Kjo është një lloj shirku i msheft që njerëzit bin shpesher prej tij. E këta e përmend Imam Raziu në tefsirin e tij, në Tefsirul Kebir, e përmend një ngjarje mjaft interesant, se si besimtari duhet mu lidh me Allahun, normal tu i marr sebepet. Se kur shku ai djalë i ri te pejgamberi alayhis salam dhe u hin xhami, pejgamberi alayhis salam thotë devën kujna ja le? Tha Allahut. Tha shko lidhë një herë, tani lej Allahut. Që sebepin merre, ama patjetër duhet më mbështet Zotit. Imam Raziu në tefsirin e tij e përmend, thotë Musa alayhis salam u smu një herë. Edhe ka kap dhimbje e madhe e barkut. Kur po ankohet tek Zoti, Allahu po i thotë shko merre filan barishtën, zije, pije edhe të kalon. Musa alayhis salam shkon,
e merr barishtën ku i ka thënë Zotin filan malin, e zin, e pin ujin edhe elhamdulillah i kalon. Mas një kohë Musa a.s. prap të smuret. Po kësaj here, po këshyr me i ra rrugës shkurt. Nuk po i pyet Zotin hiç. E ka mësu udhën, shkon në mal, e merr barin që e ka marrë herën e kalume, e zin, kur e pin, dhimbta veç po vjen të jurrit. Nuk po i kalon. Shkon prap herën e dytë, derisa prap detyrohet me ju kthy Zotit. Thot o Allah, herën e parë thot më kaloj. Thot herën e dytë thot jo, e njëjta dhimbti, njëjti bari. Allah i thot o Musa, kur e ke pi herën e parë barishtën, je ka një mbështetën mu. Thot kësaj here je mbështetën barishte, po çka të bën bari? Çka të bën bari? Ku të mundet me të sjell dobi bari? Njëri është i mbështetën Zotin, normal sebepet i merr, mjeku sebep, hoxha sebep, sebepet e ka përbosh me i marr. Mirë po mbështetjen e tij, tevekulin, zemrën, do të më patë mbështetën tek Zoti. E kjo më kujton një ngjarje që e përmend një hoxhë Siris. Tregon thot xhamin e tij xhamatin, që është një hoxha xhamatin, e shet që po vjen një plak i ri në xhami. Edhe bisedë, kur po bisedojnë me ta, i thot që është me fëmijë të vegjël, e fukarallak, telashe, probleme, edhe ka ardhur me qëra me banu afër xhamis. Hoxha po e vetë thot, e me i darë thot çaj ki punë, qysh ja del. Ai thot hasbi Allah, u mjafton mu Allah. Edhe tash çdo ditë hoxha në kontakt me atë plakun, po e vetë pak si shpesh. Hoxha të u bë marak, po pak për ja të prëng t'i plakut, edhe çdo herë plaku njëjtën përgjigje, hoxha të njëjtën pyetje. Qysh për ja del, ai hasbi Allah, dorën Allah, të mjafton mu Allah. Derisa një ditë, ky plaku po e ndron përgjigjen. Thot, një pasunik, thot e ka marrë përsipër, thot me kujdes për mu. Thot edhe unë thot jetoj pejtina. Hoxha thot elhamdulillah, qita shumë qetësove. Edhe plaku qohet, thot hoxha, ku po shkon? Thot po qona e po i bëj kaze krejt namazet që i kun falë mas teje. Thot pse? Thot po sot thejsha unë hasbi Allah, mu mjafton Allahu, ti ko kështë kam dyshim. E kur po thëmë në një njeri thjesht, e ka marrë përsi për mu kujdes për mu, the qita shumë qëtësove, hoq, pas ke problem me imanin, pas ke problem me besimin risk, me besimin kader, e thët unë po qona po i fali kaze, ketë namazet që i kun falë mas teje. Sa kemi prezente na tash sot këta? Sa për njerëzve friksohet qatë shumë për riskun e ti? O, Zoti i madhe, kjo është frikë, sa që kalon frikën që do të më apat njeriu vetëm Zotit. A njeriu friksohet për riskun e tij. Ose lidhet me punëdhënësin, lidhet me shefin e tij, sa që kujton që mos më kanë kë nuk mundet më ia dal. Po kjo është gabim, nga se risku edhe i tij, edhe i joti është në dorën e Zotit. Risku edhe i tij, shefit ton, po edhe i joti nuk është në dorën e juve. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Tha Allahu riskun t'juj e keni në qiell, nuk është riskun tokë. Riskun e keni në qiell, andaj këto janë disa prej atyne bindjeve të gabume që i kemi në aspektin e riskut dhe në aspektin e kaderit Zotit, edhe pse kemi bindje pastaj të gabume edhe në gjunahe tjera, që unë po du vesh një përfund me përmend, është puna e gibetit ose përgojimit. Kemi këtu keqkuptime në lidhur me gibetin. Kemi keqkuptime në lidhur me mëkatet e gjuhës. Sa për njerëzve mëkatet e gjuhës nuk të konsiderojnë afare mëkate. As të leta na dokën, as leta na vinë. Bile përmend janë për dietarëve Ibn Qudame el-Maqdisi, thot interesant është, thot ka meditu për mëkatet e gjuhës, edhe ku vrej që shumica atyne besimtarit leqë nuk i lufton, po i shkaktojnë knatësi Allah na rujt. I jep knatësi, mëkatet e gjuhës, njeriu thot i jep knatësi. Ofendon, shan, përgojon, edhe ndjen një lloj knatësie gjatë kryerjes syve. Kjo është keqkuptim. Nga se bile kjo llogarit që sot u bë mëkat hiç, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ndodh që njeriu e thot një fjalë. Nuk i kushton as pak vëmendje. E për çat fjalë, thot pejgamberi alaihi salam, rrokolliset në xhenem sa distanca mes lindjes e perëndimit. Për një fjalë të vetme,
Pse se na thojnë hajtë se fjalë goje? Fjalë goje po që shepa ma heret për një fjalë goje njëri del për fesë. Për një fjalë goje njëri hin fe, me shahadet njëri hin fe. Fjala në sytë e tonë është e vogël, mirë po te Zoti ka peshë madhe. Andaj pejgamberi a.s. ka dorë sahabëve me ja ndreq këtë bindje, me ja përmisu këtë bindje, kur i thët e të dërune me l-muflis, a dini kush është i falimentumi, sahabë thojnë, el-muflisu fina men la dirham lahu wala mata. I shkatrum, i falimentum është njëri që s'ta ka një dirham për para shpirtit. S'ka kur gjë hiç. Pejgamberi a.s. thotë, jo, kjo është bindje gabume. Nuk është kjo i shkatrum. I shkatrum thotë është ai që vjen ditën e kiametit me sevape sa kodrat. Vjen me sevape sa malet, me namaz, agjerim, me hax, shete me hedhe, e ka shok këta, e ka ofendu tjetrin, e ka bo gibet tjetrin, apo e vrejni keqin gjunahët gjuhës. Thot, e ja merë Allahu sevapet e këtina, e ja jep armiqve të vetë. A ka ma keq, a ka ma kriz, a ka ma zi, se sa me e pas sevapet e tua, në ditën kur ki ma shumë të nevoj, me ju dhonë dikujna që ti ja ke pa të natit të njëtën. Se me kanë dikon që e dë gjysat keqtit. Mirë po, me e pa që sevapet e tua, po i marrin armisht e tu që ti i ke urrejt. Andaj Ebu Hanifja, Allah më shirov, thojke, nëse kisha me ba gibet dikon, kisha me ba gibet nanën teme. Për shkak që sevapet e mija, mi a dhona saj. Thot, po nuk e kum ba gibet askën, pej kur e ku marrë vesh e gibet e shtaram. E sot e shohëm që na e kemi kogjasi të lehtë këtë farpun, e konsiderojmë që me folë për nderin e dikujt, me folë për një vlla tonin, me folë për diçka që Allah ka sprovu, edhe ma keqe arsyetojmë, e Ibn Sirin, Allah më shiroft, e thot një fjalë mjaft të mirë, thot nuk e kam xhelozu, thot as kënd për të mirat e kësaj bote. Thot se veç nale kam kujtu. Nëse është për i banorëve të xhenetit, për çka me xhelozu kur e di që në xhenet kjo e ka shumë më mirë. Pra nëse une e bëj gibet dikon, e përgojej dikon, si shkak i xhelozis, e ai është xhenetli, pse më apo të në inati, pse mu merr me të kur e di që ai në xhenet e ka shumë më mirë. Edhe tjetra kam thonë, nëse ky është për i banorëve të xhenemit, pse me xhelozuon dhe me përgoju kur e di se ai çka apret është shumë më të mërshme. Edhe e kam dal vetën, thot, për i përgojimit. Andaj pejgamberi a.s. thot, el muslimu, alel muslim, haramun demuhu wa maluhu wa irduh. Thot, muslimani, për muslimanin e ka haram, me prek nderin e tij. Me fol, thot, është e ka haram gjakun e tij, nderin e tij, dhe e ka haram mallin e tij. Kështu që si popull kemi shumë keq kuptime, bindje të gabume, disa i gjejna prezente pak më shumë, disa pak më rrallë, mirë po është detyra jona që më mundu me përmisu ato, sigurisht se ka boll çka më fol për këtë temë, po kismet ato tjera të kemi me vazhdu dersën e ardhshëm inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.